Janë evidentuar përafërsisht 16 grupe kriminale të rrezikshme, të cilat operojnë kryesisht në Itali, në Belgjik, Holland, Spanjë, Gjermani. Ka qenë një hetim i dyanshëm, Prokuria Speciale e Kosovës dhe Prokuria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka qenë një operacion shumë i suksesshëm. Ky grup bazën e ka pasur në Shqipëri apo bazën e ka pasur në Kosovë? Nuk ka qenë një bazë e përcaktuar mirëfillti, por ato bashkëvepronin së bashku. Pra, nga cilat vende llogaritet që vijnë paratë e kundërligjshme që shpërlahen në Shqipëri? Nga raporti dhe analiza e Prokurisë Posaçme janë evidentuar përafërsisht 16 grupe kriminale të rrezikshme, të cilat operojnë kryesisht në Itali, në Belgjik, Holland, Spanjë, Gjermani, por dhe me grupet kriminale shqiptare kemi një bashkëveprim. Sigurisht nga gjitha këto aktivitete kriminale të kryera në këto shtete, një pjesë mund të pastrohen andej dhe një pjesë pastaj pastrohen edhe në Shqipëri. Dhe ne kemi pasur shumë kërkesa nga autoritetet të huaja, të cilat procedojnë shtetat shqiptar për veprat penale të ndodhura jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, dhe ne fillojmë këtu hetimin pasuror dhe sekuestrimin e aseteve kriminale që janë produkt i veprimtarisë kriminale. Nga hetimet që i keni pas deri tash, këto grupe, këto 16 grupe, a kanë pas lidhje edhe me grupet të cilat kanë bazë në Kosovë ose kanë veprimtari në Kosovë? Në fakt, nga analiza që ne bëm në Prokurinë e Posaçme, rezulton një rast shumë i suksesshëm që ne kemi pasur me Prokurinë Speciale të Kosovës. Ka qenë një hetim i dyanshëm, Prokuria Speciale e Kosovës dhe Prokuria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila ishte në fushën e krimeve kibernetike dhe mashtrimit kompjuterik. Konkretisht të dyshuarit në këtë rast kishin shfrytzuar hapësirat ligjore për regjistrimin e disa subjekteve ekonomike në Kosovë me objekt dhënie konsulence dhe dhënie të shitje të shërbimit telefonik nëpërmjet internetit VoIP. Dhe në këtë rast ka qenë një skem shumë e specifikuar, sepse viktimat e krimeve të mashtrimit bënin transfertat në llogaritë bankare të kompanive Guack, të cilët kontrolloheshin nga autorët e krimit, dhe mandej nëpërmjet faturimit fiktiv të shërbimit të konsulencës, si dhe të shërbimit telefonik VoIP, ato transferoheshin në Republikën e Kosovës dhe në subjekte ekonomike në Shqipëri. Mund të them që në këtë rast në Kosovë janë sekuestruar 182 milion euro, 1.5 milion euro në llogari bankare, dhe po ashtu në Shqipëri janë sekuestruar vlerat konsiderueshme pasuri të luajtshme të paluajtshme në llogari bankare. Ka qenë një operacion shumë i suksesshëm. Aktualisht këtu ne kemi në proces gjykimi të dyshuarit për veprën penale të mashtrimit kompjuterik të kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, kurse në Prokurinë Speciale janë duke u gjykuar për pastrimin e produkteve të veprës penale. Ky grup bazën e ka pasur në Shqipëri apo bazën e ka pasur në Kosovë? Nuk ka qenë një bazë e përcaktuar mirëfillti, por ato bashkëvepronin së bashku. Pra, autorët shqiptar shfrytëzonin në shtetasit shqiptar me qëllim për regjistrimin e këtyre operatorëve ekonomik në Kosovë, me qëllim që t'i përdornin për të tërhequr, për të kryer veprime llogari në bankë dhe për të tërhequr para kesh. Dhe një pjesë e këtyre parave janë investuar në Kosovë, një pjesë në Shqipëri. Pra, ka qenë një bashkëveprim midis disa shteteve. Dhe informacionin në fakt na i dha Gjermania për këtë rast.